Shkruan Gjergj Zefi, në gjeopolitikën e sotme të Ballkanit Perëndimor, siguria dhe tregtia e armëve nuk janë më thjesht çështje të mbrojtjes kombëtare, ato janë shndërruar në instrumente të mbjetesës dhe legitimitetit politik të Edi Ramës. Nën presionin e vazhdueshëm të Washingtonit për përmbushjen e objektivëve të NATO-s dhe rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në nivelin 2% të prodhimit brendshëm bruto, kryeministri shqiptar ka ndërtuar një diplomaci me shumë porta, duke manovruar njëkohësisht mes Parisit, Romës, Ankaras dhe Tel Avivit. Ky model diplomacie që u shitet shqiptarëve si një sukses i madh strategjik, në realitet pasqyron një pragmatizëm të pastër makiavelist. Rama blen heshtje dhe mbështetje ndërkombëtare, ndërsa faturën financiare u kalon qytetarëve shqiptar, të cilët po e kundërshtojnë gjithnjë më shumë për shkak të varfërisë, korrupsionit dhe keqeverisjes. Në vizionin e tij politik, rruga drejt Bashkimit Evropian nuk kalon përmes reformave reale, luftës kundër krimit të organizuar apo forcimit të shtetit të së drejtës. Ajo asfaltohet me kontrata shumë milionëshe ushtarake që ushqejnë drejt për drejt industrinë e mbrojtjes të fuqive të mëdha europiane. Kjo logjiku pa qartë me marrëveshjen për blerjen e sistemit të lëvizshëm të mbikëqyrjes ajrore nga Franca. Përfitimi kryesor politik i këtij transaksioni duket se është afrimi me presidentin Emmanuel Macron dhe sigurimi i mbështetjes së tij për procesin e integrimit evropian. Por pas fasadës së modernizimit fshihet një faturë mirëmbajtje shumë e lartë për një buxhet të kufizuar shtetëror. E njëjta skem po ndiqet edhe me Italinë përmes sipërmarrjes së përbashkët Fincantieri Albania në bazën historike të Pashalimanit. Nga ana tjetër, marrëdhënia me Turqinë e Recep Tayyip Erdogan dëshmon se gjeopolitika e armëve e Edi Ramës nuk udhëhiqet nga parime ideologjike, por nga interesi i momentit. Edhe pse marrëdhëniet politike me Ankaran janë ftohur ndjeshëm vitet e fundit, Rama nuk ka hezituar të nënshkruajë një kontratë me prodhuesin shtetëror turk MKE për blerjen e 6 topave Boran 105 mm dhe municioneve për kaca. Mbetet për tu parë nëse ky transaksion do të shërbejë për të zbutur marrëdhëniet me Erdoganin. Nga njëra ana i modernizon artillerinë shqiptare me kosto më të ulët se alternativat perëndimore. Nga ana tjetër rrezikon të shtojë mosbesimin në disa kryeqytete europiane. Berlini dhe Parisi e shohin me rezervë zgjerimin e ndikimit politik dhe ushtarak të Turqisë në Ballkan. Në këtë strategji diversifikimi, partneriteti me Izraelin e Benjamin Netanyahu përbën një tjetër lëvizje të rëndësishme. Regjistrimi në Shqipëri i degës së kompanisë Elbit Systems pasoi një kontratë për rreth $400 milion për furnizimin e forcave të armatosura me mortaja, dronë dhe ngritjen e një shkolle aviacioni në Vlorë. Përfitimi teknologjik është i padiskutueshëm. Shqipëria fiton akses në një prej industrive më të avancuara të mbrojtjes në botë, por edhe këtu shfaqen probleme serioze. Mungesa e transparencës në vendimarrje tregon një përqendrim të fortë të pushtetit. Ndërkohë, përdorimi i garancive sovrane, ku shteti merr përsipër barrën financiare të kredive, rrit detyrimet afatgjata mbi taksapaguesit shqiptar. Po kështu fakti që Elbit Systems është përballur me pezullime procedurale nga Agjencia e Prokurimit të NATO-s shton pikpyetje mbi mënyrën se si po menaxhohen këto partneritete. Kjo krijon përshtypjen se për Edi Ramën ruajtja e marrëdhënieve politike me Tel Avivin ka më shumë rëndësi se sa respektimi rigoroz i standardeve të aleancës. Në fund, gjeopolitika e tregtisë së armëve po shndërrohet në një bast me rrezik të lartë që luhet në kurriz të shqiptarëve, dhe kjo ndodh pikërisht në një kohë kur qeveria përballet me një pakënaqësi të thellë të brendshme me protesta, varfëri, mungesë perspektive dhe shpopullim të vazhdueshëm, ndërsa kryeministri kërkon të shkëlqejë në tryezat ndërkombëtare dhe të paraqitet si një aktor i rëndësishëm gjeopolitik. Kosto e këtij imazhi po paguhet me transparencën, llogaridhënien dhe paratë e qytetarëve shqiptar.